Që është organizatë terroriste? Këtu na është ngatruar ne. Sepse organizata terroriste është njësuar me kartelet, me gati 12-13 kartele. Si mbas Trumpit. Trumpi ka bërë atë. Sepse çfarë konsiderohet organizatë terroriste? Është ajo që jo vetëm merret me tregtinë e paligjshme të drogës, trafikim ndërkombëtar etj. Por cënon struktura qeveritare për të arritur qëllimin, për të destabilizuar një rend juridik shoqëror, për të krijuar panik në popullsi dhe për të bërë akte të rënda sabotazhi. Narkoterrorizmin ne kemi thënë kur flisim në atë kohë për Escobarin, sepse Escobari sulmoi parlamentin, vrau deputet, vrau polic, çfarë vrau. Pra ju kundërvu shtetit. Prandaj u quhet narkoterrorizëm. Tani me këto lloj tok fjalësh, Trumpi ka thënë, me që mua më duhen ca fonde më shumë, dhe t'i fut në konventën kundër terrorizmit, kanë konventën ndërkombëtare, kanë ligjet e tyre, po ashtu dhe konventën e Këshillit të Evropës. Hajde se ka pasë një po e kategorizoj. Ka qenë lufta kundër fentanolit që është shumë vrasës. Fentanoli vret në Amerikë 100.000 veta në çdo vit. Po pra, dhe ka thënë që këta trafikant, po se the stop se ç'është e fond, këta trafikant nuk janë thjesht trafikant të pasionit, të qefit, në një overdose tek këtu janë trafikant të vdekjes, së sigurt se fentanoli krijon një lloj varësie dhe krijon degradim deri Po pse akuzon Trumpi, do të akuzojë Kinën për fentanolin? Lëndët kryesore vijnë nga Kina. E ka akuzuar. Nëse do flasim për terrorizëm. Nuk kemi me Trumpin tani, po kemi me doktorin. Prit, dakord. Dhe jo para ndaj. Jo, që nuk do të jesh politik, më çon në Kinë. Nisur, pse ta përmenda këtë? Nisur nga njësimi që ka bërë Trumpi me dekretin presidencial, që këto kartele do quhen, konsiderohen, do futen në listën e organizatave terroriste në Shtetet e Bashkuara. Për pasoj, këtyre tanëve, mendoj unë, ne nga organizata ose grupet strukturuara, hajde se po ju themi kartele, për shkak se kanë para shumë etj, dhe po ju themi Trumpit që siç ke ata ande nga Amerika Latine, që kanë nga 30-40 miliard dollar në vit, t'ju themi edhe këtyre tanëve, sa kanë këta, t'jene këta terroristë. Tani kjo për mua nuk shkon në kuptimin e legjislacionit dhe akteve ndërkombëtare, sepse po të marrim, po të marrim në Evropë, jo në Evropë, mos shkojmë në Evropë, shkojmë në Ballkan. Ne na quajnë grupet e Ballkanit, ose më mirë mafia e Ballkanit, na quajnë Amerikë Latine. Tani këtë punë duhet ta bëj Trumpi për gjithë Evropën, se në gjithë Evropën ti ke grupet krimit organizuar që kanë jo 3 miliard, po 30, 40, 50, 70. Dhe i kanë të investuar në asete të ngrira. Ato janë vende më të mëdha, pra është shumë subjektive dhe shumë relative kjo që mendohet të ndodhë.